Pas më shumë se 30 vite shpritje, rruga e fshatit Shkijez në njësinë administrative të Vaudesit po i nënshtrohet rikonstruksionit plot. Projekti përfshin gjithashtu pastrimin dhe betonizimin e kanaleve kulluese, duke i dhënë zgjidhje një problemi të hershëm për banorët. Punimet u inspektuan nga kryetari i Bashkisë së Vaudesit, Kristian Shkreli, i cili theksoi se ky investim ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e komunitetit ndër vite. Po inspektoj punimet në fshatin Shkijez. Ky fshat ka 30 vjet që i kërkon këtë investim dhe asfaltimin e rrugëve. Ky investim ka një vlerë prej 700 milion lekësh vjetra, ku ka të përfshim asfaltim, shtrim dhe pastrimin e kanaleve dhe betonizimin e kanaleve në qendrën e Shkijezit. Ky investim ka qenë shumë i nevojshëm për banorët e këtij fshati. Ka 30 vjet që këtu nuk ka punu kush asnjë gjë. Ne po bëjmë maksimumin që t'ju lehtësojmë jetën sa më shumë banorëve të këtij fshatit. Nga ky projekt përfitojnë të paktën 1080 banor. Ata shprehen se prej dekadash zona nuk ka patur asnjë investim, duke e lidhur këtë mungesë zhvillimi me ndasitë politike. Këtu janë rreth 1080 banor. Falë ndërhyrjes kryetarit bashkisë, u bëa mujtën mas 35 vjetëve, gjitha rrugizat e fshatit do të shtrohen. Investimi është i bashkisë. Ashtu bëjnë punë e mirë si sa bën 35 vjet. Janë pastruar pjesë e kanaleve fshatit, do të vazhdojnë përsëri edhe pastrimi i kanaleve kulluese. Ka qenë vështirë se sa bën kur lloj investimit në këtë fshat. Nga që kena kanë fshat i majtë gjithkohën, ato bëjnë punë shumë mirë kryetari i bashkisë Kristian Shkreli. Ky investim ishte super i nevojshëm, sepse ka 35 vjet që nuk ka shtruar një gjë më vogël këto. Ti thojmë një falënderim zotit kryetar, është kaq pak, pavarësisht se unë kam diskutuar me kryetarin kështu në përgjithësi, nuk kam nevojë me më thënë falemndarë sepse është detyra e jeme ka thonë që çdo gjë për me bërë më të mirën për komunitetin. Kjo zonë domethënë kam ndaj gjithmonë nuj kur ka ra rreshje të shumta, a kanë e pa kalueshme, e pa punueshme, domethënë e degraduar. Një falënderim i veçantë shkon për kryetarin e bashkisë, për gjithë stafin që janë të punu. Për shkak të bllokimit vazhdueshëm të kanaleve kulluese, fshati Shkijez është përballur shpesh me përmbytje, ndërsa qarkullimi në rrugën e amortizuar ishte pothuajse i pamundur, veçanërisht gjatë stinës së rreshjeve. Me përfundimin e punimeve në fillim të vitit të ardhshëm, rruga dhe kanalet pritet të mos jenë më një shqetësim për banorët, duke lehtësuar qarkullimin dhe punën e fermerëve të zonës.